LSDM akuzoi VMRO-DPMN se nuk synoi në reforma në kodin zgjedhor, por vjedhje zgjedhore dhe manipulim me rreth 200.000 vota të diasporës. Nga partia opozitare thanë se agjenda reformuese po përdoret si alibi dhe se do të mbrojnë votën e qytetarëve nga keqpërdorimet dhe manipulimet. Qeverinë teknike e shfuqizoi me forcë dhe pa konsensus, pasi nuk i kaloi modeli për votimin elektronik të diasporës, u përpoq të shtyjë përpara një model të ri për votim me postë, sërish pas një kontroll dhe pa garantuar vullnetin e qytetarëve. Problemi është te pushteti, te Mickoski, i cili dëshiron të manipulojë me 200.000 vota. Sipas LSDM-s, e njëjta VMRO që pretendonte se tashmë kishte siguruar marrëveshje me Levicën dhe BDI-n, tani po përpiqet ta zhvendos problemin te LSDM-ja. E nga VMRO-DPMN-ja dhe sot u bën thirrje partive opozitare, LSDM-s, BDI-s dhe Levicës, që të merren vesh mes vete për kodin zgjedhor, ndërsa sigurojnë se DPMN do të pranojë gjithçka që do të kërkojnë, vetëm që диаспора të votojë në mënyrë elektronike ose me post. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи. И конечно да седнат и да се договорат дури и за моделот за изјаснување на диаспората. Сето тоа кој што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас, ние тоа ќе го прифатиме. BDI akuzon VMRO-DPMN se është rrequr nga marrëveshja për votimin elektronik të diasporës, duke kërkuar konsensus ndëretnik dhe ndërpartiak, ndërsa Vleni kërkon që diaspora të votojë përmes një forme të sigurt dhe transparente, qoftë elektronike apo me post.